Në qoftë se keni aloe vera në shtëpi, atëherë ju kurrë nuk do të vuani nga këto 3 probleme. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv, që përfshin polisaharidet, vitaminat, enzimat, aminoacidet gjithashtu, mineralet që nxisin përthithjen e ushqyesve të duhur të organizmit. Ndaj, nëse nuk e keni ende një lule aloe vera në shtëpi, sigurohuni që ta mbani me patjetër, pasi kështu përfitimet kryesore që do të merrni prej saj do të jenë fantastike në rigjenerimin e organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu mund ta përdorni për emergjenca të ndryshme, siç mund të jenë gërvishtjet, problemet të lëkurës dhe inflamimet e saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Aloe vera mund të përdoret si një qetësuese shumë e mirë situatave tuaja, sidomos kundër djegjeve të lëkurës nga rrezet të diellit. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12, e cila konsiderohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ky është një lajm shumë i mirë edhe për vegetarianët, të cilët duan të përfitojnë në maksimum nga vlerat e bimës dhe të marrin efektet pozitive të saj në lehtësimin kundër këtyre komplikacioneve. Të tjera studime kanë treguar se aloe vera mund të ndihmojë në disponueshmërinë biologjike të vitaminës B12, e cila do të thotë se trupi mund ta përthithë atë më kollaj nëse përdoret si duhet dhe gjithashtu lehtësimet që do të marrë do të jenë të menjëhershme edhe në aktivitetet tuaja të ndryshme ditore. Kjo vitamin mund të parandalojë gjithashtu edhe mungesën e vitaminave të ndryshme. Aloe vera është një burim i mirë i vitaminës A, vitaminës C, vitaminës E, gjithashtu edhe i acidit folik, kolinës, vitaminës B1, B3, B2, B6, duke e kthyer atë në një element të fuqishëm në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacidet kryesore, të cilat i duhen organizmit dhe janë thelbësore për rutinën tuaj të përditshme. Ajo gjithashtu përmban acid salicylik, që lufton inflamacionet dhe bakteriet të ndryshme. Aloe vera ka shumë minerale, duke përfshirë nivelet të duhura të kalciumit, të cilat janë thelbësore gjithashtu edhe për mbrojtjen e organizmit. Ajo përmban gjithashtu krom, selen, natrium, hekur, kalium, bakër dhe mangan. Të gjitha këto minerale bashkëpunojnë për të forcuar rrugët metabolike të organizmit dhe të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet që i kanosen atij. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme si amilaza dhe lipaza, të cilat ndihmojnë në ndjeshëm edhe në tretjen dhe shpërbërjen e dhjamit dhe molekulave të sheqerit. Në molekulë në veçanti, bardiksinea ndihmon në reduktimin e inflamacioneve dhe redukton gjithashtu komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. A i dini se aloe vera ndihmon në pastrimin e akneve, ose përdorimi i lëngut të saj mund të jetë i dobishëm edhe kundër një sër komplikacionesh të organizmit. Në këtë video, sipas Health.com, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i bimës së aloe verës. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit janë në gjendje të luftojnë radikalet e lira, molekulat përgjegjëse për plakjen dhe dëmtimin e qelizave në trupin tonë, duke i neutralizuar ato dhe duke parandaluar gjithashtu edhe krijimin e komplikacioneve në shëndetin tuaj. Nëse doni të përfitoni në maksimum nga bima aloe verës, sigurohuni ta keni pjesë të përditshmërisë së suaj, kështu ndikimi i saj ushqyes do të jetë më i mirë. Aloe vera ka efekte pozitive edhe në ndihmën që jep trupit tuaj, kryesisht edhe të sistemit tuaj tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave, të cilat i duhen organizmit tuaj, të cilat bëjnë mrekullinë edhe për sistemin tretës, duke i kthyer ato si shumë të dobishme në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Aloe vera është mjaft e rëndësishme për shëndetin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën aloe vera edhe në make-upin tuaj edhe në reduktimin e problemeve të lëkurës. Uji natyral që do të përfitoni nga aloe vera do t'jap rezultate fantastike në dobitë e lëkurës dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre.
Prandaj sigurohuni që ta keni pjesë të pasvendësueshme të dietave tuaja të rregullta. Kështu, përfitimet që ajo do t'japë në shëndetin e lëkurës do të lehtësojnë edhe problemet e njollave të diellit. Aloe vera është një bimë fantastike që mund të përdoret edhe nga personat që kanë probleme me aknet në lëkurë. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka një rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund të ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhon vetë lëkura, duke i siguruar asaj mbrojtjen efikase kundër këtyre komplikacioneve dhe të keni një lëkurë më të bukur edhe më të shëndetshme. Ndaj, përdorimet të tilla të aloe verës do t'japin rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve, citon Eltisaj. Vetëm sigurohuni të përdorni aloe vera sa më natyrale, kështu ndikimet e saj në shëndetin e lëkurës kundër akneve do t'jenë më të mëdha edhe më të forta. Aloe vera është e mirë gjithashtu edhe kundër problemit të qelizave të dëmtuara gjatë dimrit. Acari ndryshëm mund të krijojë dhe probleme të ndryshme të shëndetit të lëkurës. I ftohti shpesh shkakton shkatrimin e qelizave të lëkurës dhe rëndimin e gjendjeve të tyre. Nëse doni të përmirësoni dukjen e shëndetit tuaj të lëkurës dhe të mbani larg problemet që i ftohti të shkaktojë, është edhe hidratimi i duhur i lëkurës me gjethet e aloe verës. Ato do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të saj dhe do të mbajnë larg edhe krijimin e komplikacioneve. Nëse doni të përfitoni në maksimum, aplikoni gjelin e aloe verës në shëndetin tuaj të lëkurës. Kështu ndikimi i saj në shëndetin e lëkurës do të jetë më i madh, më i plotë dhe pa komplikacione. Aloe vera ka veprime të mira antiinflamatore që i kombinuar si duhet në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe kundër radikaleve të lira. Nëse doni të mbani larg problemet që shkaktojnë radikalet e lira në organizmin tuaj, mund t'japë një zgjidhje fantastike përdorimi i aloe verës. Ndaj, sigurohuni që ta konsumoni atë si duhet dhe ndikimet pozitive në organizëm do të jenë të menjëhershme. Aloe vera është një produkt fantastik edhe për personat që duan të kenë shëndet më të mirë të flokut të tyre. Aloe vera ndihmon në rritjen e shëndetshme të flokut dhe do të rrisë gjithashtu edhe qarkullimin e skalpit në lëkurën e kokës. Enzimat përbërëse të aloe verës i japin lëkurës tuaj mundësi të dobishme të balancojë pH-in e niveleve të flokut dhe të përmirësojë gjithashtu strukturën e tyre. Ndaj sigurohuni ta përdorni me kujdes në dietën tuaj të rregullt dhe vlerat që do të merrni prej saj do të jenë të menjëhershme edhe të plota në mbrojtjen e skalpit të kokës. Ekspertët këshillojnë gjithashtu, nëse doni të përdorni aloe verën në mënyrë të rregullt në dietën tuaj, duhet të dini se është e rëndësishme që të përdoret gjithmonë brenda normës së lejuar. Kështu ndikimet pozitive të saj do të luajnë një rol mirëmbajtës edhe për shëndetin e jashtëm. Ndaj përdorimet e saj mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në çdo aspekt të shëndetit tuaj. Vaji i aloe verës mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e lehtë kundër problemeve të stomakut, duke dhënë kështu për organizmin tuaj një mbrojtje efikase dhe duke evituar gjithashtu rëndesat e saj. Ju mund të keni përdorime të veçanta të vajit të aloe verës si një zgjidhje fantastike për shëndetin e lëkurës. Ky vaj promovon dhe shëron lëkurën tuaj dhe parandalon edhe krijimin e shenjave. Vaji i aloe verës gjithashtu mund të përmirësojë rrjedhjen e gjakut nëpër kapilar nëse aplikohet në formë masazhi në mënyrë të jashtme në lëkurën tuaj. Vaji i aloe verës mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur përfitimet e sistemit tuaj imunitar. Vaji i aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës nëse është një zgjedhje parësore. Ai mund të përdoret gjithashtu si një deodorant natyral për të larguar aromat e këqija dhe papastërtitë nga shëndeti juaj i lëkurës. Kështu ndikimi i tij pozitiv në mbrojtjen e aromave të lëkurës nën sqetulla mund të jetë një realizim i elementëve mjaft të mirë në largimin e papastërtisë, njollave dhe aromave të këqija të cilat mund të komprometojnë edhe ditën tuaj. Ndaj sigurohuni ta përdorni si duhet. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.